Tani. Po. I erdi fundi. Ti bijem kokës. Na erdi fundi. Po. Jo, juve si erdi fundi se kemi. Erdi fundi baklavas. Fundi baklavas nuk vjen Erdi kur. koha më duket për të ngrënë baklava. Po, patjetër. Ta marrë me Vëndçja juaj. Ta filloj unë i pari. Po. Festoni, gëzoni, hani sa të mundeni. Për të vdekur kemi, kështu që mos e vrisni mendjen. Do vuem nga një gjë në këtë po. Asuj. Atëre, unë i uroj gjithë shqiptarëve gëzuar, uroj që të jenë të kujdesshëm me alkoolin, mundohen pak të natën vitit të ri mos pinë më shumë se 3-4 Folëm gota. për alkoolin, më. Po qënë se ka, ja e fola unë një qik, të mundohen të hanë ushqimet e mamit, të gjyshes, të njerëzve të dashur, sepse funditës njerë në vitë Në duart e tyre, në duart e tyre, të shijojnë shoqëri me njëri tjetrin dhe kaq. Dietën më pas. Se dua ta mbyll me tikun, na thot në një mesazh pozitiv? Lola. Dietologe? Atëherë, unë jam nga Elbasani dhe për sheshi Gjelit e ka shtëpin e lindjes në Elbasan. Po mirë, ju ballakumet, ju për sheshin, po Tirana Tirana Ka edhe më shpresoj. Tironsi ka shpirtin. Ka tave Elbasani që Ka një dhe gjithë. tave, ka dhe Fërges, kemi shumë gjëra ne. Ka tava kosit, nuk quhet tav kosit, quhet tave Elbasani. Tani po flasim për festat e para vitit 3, unë them që për sheshi Gjelit, ashtu si që ka lindur, të bëhet me bukmisri. Qësh ky përshesh Gjeli me bugruri? Unë nuk e honeb s'do të fare. Atëhere, bugruri po, a i Gjeli dhja mosur se ata ju ushqejnë me fitila, se ne... Me fitila, me ullinje i më shqyre. Fitila. Me shuka. Me fitila. Me shuka, ja bën bukën shuka dhe... Si cigare të trash, edhe me majuckë, edhe ja fut ati Gjelit, një 10 shuka. Po. Edhe pastaj zihet edhe Gjeli shuk pastaj. Prej gruria në ato, edhe ato topat e dhjamit, më shumë ka dhjam Gjeli, se sa ka... Do dilni nga... Po pse nuk bëjnë palestër Gjelat gjatë vitit, apo? Ju shqejnë për të fituar ndonjë lek në shkretët. Pra, Gjeli ka gjithë U gjithë zgjidhja për Se Gjela. paneli tjetër po bën shumë zhurmë ande, me zi po pret vinë në studio. Të pakët të shmandet ajo buka e grurit, sidomos e bardha, të mos përdoret. Okej. Dhe, stomaku jonë nuk e di se ka fest. Asnjëherë se merr vesh. Kështu që është truri jonë që duhet ta komandoj. Pra, jemi ne që e komandojmë. Dhe ai që ha gjithë vitin, do haj pak më shumë gjatë vitit të ri. Unë që nuk haj gjatë gjithë vitin, nuk mundem atë natë ha. Kështu që kujdesi duhet vazhdimisht 365 ditë. Jo një ditë, 2, 5 ditë.